Sot mund pun kemi përjetuar përballjen e parë direkte ballë për ballë të dy pushteteve, drejtësisë dhe politikës. Gjykata e posaçme dhe SPAK kanë pezulluar numrin 2 të qeverisë nga detyra, de facto duke i ndaluar asaj të shkonte në zyrë. Ndonse vetë gjykata është rezervuar të zbardhë vendimin, edhe ky një rast unik, vendimi që u zbardh vetëm pas ditë vonë nga SPAK praktikisht i ka hequr kryeministrit dhe kreut majorancës një prej mekanizmave kryesorë që ka një njeri politik që fiton zgjedhjet, të përcaktoj vetë qeverinë e tij. Fiks një javë më parë në rrjedhësori kryeministri nga Roma bëri qartë se nuk do të bënte ndryshime në qeveri, por vendimi i sotëm i gjykatës ja ka hequr atij praktikisht të pushtet. Dhe po sot, po SPAK ka sfiduar dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila ktheu detyrën e Veliajn si kryebashkiak, duke refuzuar kërkesën e Këshillit të Qytetit që ai të jetë nesër në mbledhjen e tij. Edhe këtu drejtësia e re praktikisht e ka lënë sërish të burgosur mundësinë e Veliajt për të drejtuar Tiranën. Një tjetër goditje direkte ndaj pushtetit politik dhe ndikimit të tij të mundshëm në institucionin e gjykatës kushtetuese. Sot duhet ishte një ditë feste në Partinë Demokratike, por dhe reagimet që kanë ardhur prandaj janë të zymta dhe formale, përjashtuar sigurisht nipin e të dashurës Kunat Fariut, por dhe ai ishte më pa emocion se sa shpërtimi i Petro Koçit. Partia Demokratike ka deklaruar mbajtjen e protestës së foltores 2.0 të hënën, por ka një problem. Sali Berisha me shumë gjaz do të mungojë. Kreu i Partisë Demokratike ka kapërcyer Oqeanin Atlantik, jo veriorin, ato jugorin. Berisha ka shkuar në Brazil, zyrtarisht për një takim të djatësh, por nuk ka njoftuar akoma një datë kthimi apo nëse të hënën pasdite do jetë në foltoren në bulevard. Sido që të jetë, një xhiro në Copacabana do të ishte e mirë për doktorin, që ta kthjellojë atë dhe idetë e tij dhe të mendojë një zgjidhje apo një rrugdalje. Kjo sepse këto ditë që ai mungon, Partia Demokratike duket se është më mirë, më qetë dhe më e fortë pa të. Edhe kjo, fal SPAK, dhe dosit e saj të plotësuar tashmë për krimin shtetëror të 21 janarit. Por ka edhe më shumë se kaq. Po sot gjykata e posaçme ka detyruar SPAK të nisë hetimet brenda në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Hetimet për shpërdorim detyre do të nisin ndaj 5 anëtarëve të KAS, të majtë e djathtë, pas padisë së bërë nga aktivisti i shoqërisë civile Aulon Kalaja, i cili kandidoi për Partinë Demokratike në listën e hapur të Durrësit në 11 maj. Kalaja, i cili kishte paraqitur prova se si vetë numëruesit e Partisë Demokratike i kishin hequr atij 30 vota dhe i kishin shtuar 100 kandidatit tjetër Arjan Doja, kjo kur vetë komisioneri kishte premtuar se do të çonte në ndjekje penale çdo numërues të kapur në faull. Një gjë që në fakt nuk ka ndodhur akoma. Ndërhyrja e drejtësisë së re në hetimin e zgjedhjeve dhe ndëshkimin e fajtorëve është një tjetër risi e kësaj jave. Dhe shembulli nga i nisin është tipik. Një ish funksionar i drejtësisë së vjetër i shkarkuar nga vettingu dhe nën hetim pasuror, i cili u riciklua në politik. A jemi kështu në fillimin e procesit të përballjes frontale të sistemit të drejtësisë me politikën, dhe përse filloi vitet të tëra me vonesë dhe kush i frymëzoi kësaj radhe këta prokurorë të gjykatës, të cilët dukeshin prej muesh që i kishin humbur rrugën. Për këtë do të flasim sonte. Sigla.